as nuk kanë mandat që të morë nga parlamenti për të morë vendime në emër të popullit të Kosovës. Në emër të grupit parlamentar të Aleancës me riteksu se sot është dita e 18 e blokadës së re pas qindra ditëve blokadave të kalume që ka bërë lëvizja vendosje, e cila po vazhdon prap, edhe i ka dy elemente që besoj janë të rëndësishme. E para dëshmohet në mungesë serioze dhe dijes institucionale dhe kombëtare në mirëmbajtjen e institucioneve dhe promovimin e sigurisë kombëtare, dhe e dyta që është shkelje e patjetërsueshme e pa dilemë e ligjeve në zinxhir. Sikurse e dini, Aleanca sot ka paraqit kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës për diçka që është e zeza në të bardhë, për diçka që është krejtësisht e qartë, që as nuk kanë të drejtë ligjore dhe as nuk kanë mandat që të morë nga parlamenti për të morë vendime në emër të popullit të Kosovës. Kur e marrin atë mandat në parlament, e që e thonë se e kanë shumicën, atëherë flitet për një situatë që është ligjore. Thelbi i krejtë situatës në cilën është Kosova është mos konstruimi i kuvendit, pra blokada e kuvendit. Kushdo dhe në çfarë do forme që të nëton të përqëndroj temat politike, ju lutem ta kemi të qartë gjithë, sikurse publiku, populli i Kosovës, se në Kosovë ekziston një temë e madhe politike që është blokada e kuvendit të Kosovës. Dhe kjo blokadë edhe e rrezikon funksionimin e institucioneve, por mbi gjitha e rrezikon Kosovën në të futet në një situatë në cilën jo që nuk ka qenë asnjëherë më herët, por që nuk kanë me ditë as këta që duhet zeme janë panik sot, sepse unë mendoj që vendosja është në panik ligjore dhe jo vetëm politike për veprimet që i ka bërë detash, edhe tenton, sikurse e kemi thonë shumë herë, mbi ndjen tonë ata e kanë vendosur me çu vendin sërish në zgjedhje, dhe gjitha veprimet tjera janë vetëm alibi për të gjetur një datë që i konvenon.